pritet në fakt që mund të jetë edhe pak më e vonuar zgjedhja e kryetarit të ri të Bashkisë Tiranës për të pritur edhe të gjithë procedurat që duhet ndiqen edhe për bashkitë e tjera të cilët kryetarët e bashkive dhan dorëheqjen dhe mund të bëhen të gjitha së bashku. Situata në Bashkinë e Tiranës është e tillë që nuk ka ende një shkarkim për zotin Veli. Nuk ka një shkarkim, zoti Veli pavarësisht se është në qeli, ai është kryetar i zgjedhur i Bashkisë Tiranës, kryetar në detyrë dhe nga qelia mund të marrë edhe vendime të firmos urdhra të ndryshëm siç kemi parë që ka bërë, pasi ka një kryetare të deleguar. Por ka dhe një rregullore e cila e shkarkon 100 ditë nëse nuk është në krye të detyrës? 100 ditët kanë kaluar që nga momenti që nga shkurti kur zoti Veliaj është arrestuar, por nga ana tjetër është edhe pjesa që nuk kam qenë me dëshirë time, nuk është se kam munguar me dëshirë, por kam pas një arsyetim, pjesat ligjore, pastaj ai vijon betejën, atë është prezumohet i pafajshëm në momentin që nuk ka një akuzë zyrtare apo një dënim të formës së prerë.